2 ditë para zgjedhjeve për kryetar bashkie, në fshatin Gjirov, afër Beratit, kamionet me zhavor kanë bërritur për të shtruar rrugën. Banorët thonë se punimet për asfaltimin e rrugës filluan para disa kohësh, por u lanë përgjysmë dhe tani që jemi në prag të zgjedhjeve që do të mbahen të dielën, puna ka nisur për mbushjen e vetëm disa gropave sa për sy e faqe. Banorët tregojnë se sa herë që afrojnë zgjedhjet, përfaqësuesit politik premtojnë se rruga do të bëhet, por premtimet mbeten vetëm fjalë boshe, pasi rruga mbetet e njëjtë dhe në dimër është pothuajse e pamundur të lëvizësh. Vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, në bashkinë e Beratit, mbahen zgjedhjet në datën 9 të zgjedhjeve lokale. Sot jemi në datën 7 dhe njësia Velabisht, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, vjen dhe bie skrepat për të gënjur popullin e njëjta strukturë e njëjta vite me radhë, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve. Banorët kërkojnë ndërhyrje të vërtetë dhe zgjidhje të qëndrueshme, duke theksuar se situata e rrugës e bën jetesën e tyre të vështirë çdo ditë, jo vetëm para zgjedhjeve.